zgjedhjet nga Kuvendi i Kosovës. Shpat të falenderoj për të lidhje direkte dhe detajet që ndave nga seansa e 31 konstituive apo tentimi 31 për konstituimin e Kuvendit që unë bajtë sot e që dështoj. Ndërkash, Dërontina rrjedhën e misionit pa dyshim se do e vazhdojmë duke i komentuar ngjarjet më të fundit, në zhvillimet më të fundit, nëse mund t'i themi sa i përket Kuvendit të Kosovës, konstituimit të tij, sepse edhe kësaj radhe, siç edhe u potencua krejt në fillim, për të 31-ën herë me radhë nuk u konstitua Kuvendi. Për diskutuar gjitha këto, në studio kemi profesorin Mazlum Baraliu. Profesor, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për ftesën. Po e nisim ndoshta direkt me këtë pyetje për të vazhduar më pas edhe analizat tjera. 31 seanca me të njëjtin epilog. Si e pat seancën e sotme? Është, mendoj unë, një fatkeqësi që po na ndodh, një paaftësi dhe pandëshmëri e subjekteve, aktorëve dhe faktorëve, subjekteve politike pra, aktorëve dhe faktorëve kryesor që janë vendimarrës në këtë punë, nuk ka as njëra pala as pala tjetër fuqi dhe aftësi politike, nuk kanë vota për të bërë as shumicën në parlament dhe as shumicën në qeveri. Dhe pastaj duke udhëhequr nga parimi, jo parim, do të thotë inatet politike dhe animozitetet politike, ndaj njëra tjetrës thjesht nuk qëndron ajo që dëgjuam pak më parë nga disa përfaqësues subjekte politike se nuk jemi në krizë thellë, jemi në krizë të thellë politike, jemi në një ngërç, në një paralizë politike e cila qoftë edhe me vendimin e gjykatës kushtetuese që mund të vinë përgjigjen edhe deputetëve për një çështje teknike administrative më tepër edhe procedurale, nuk mund të jap përgjigjen e duhur për të krijuar institucionet, për të vazhduar mënyrën kushtetuese dhe ligjore pas zgjedhjeve që t'i kemi institucionet. Pra, institucionet në këtë mënyrë, me këtë trend të barierave që njëri tjetri përshkaktojnë, të mos gatishmërisë politike për të lëshuar prej asnjëra palë, ne nuk mund të konstituojmë as Kuvendin dhe as qeverinë dhe mbeten zgjedhjet parlamentare. Zgjedhjet parlamentare jo vetëm që nuk janë zgjidhje, po mendoj unë do t'ishin bumerang për të gjitha subjektet politike. Po këtë nuk po e thonë profesor përfaqësues subjekteve politike. Ne patëm Isem Berishën para disa ditësh në një lidhje drejt për drejt këtu në Mesditë, ai tha se forma më e mirë për dalë nga ky ngërç politik janë zgjedhjet. Njëjtu deklaruan edhe në seancën e kaluar të 30-ën me radhë pas dështimit të seancës se zgjedhjet do të ishin zgjidhja. Pse mendon se partitë politike po e shohin vetëm zgjedhjet si zgjidhje dhe nuk po bojnë ndoshta përpjekje? Kuptojnë procesin kushtetues dhe juridik, sepse nuk mund të ketë zgjedhje në këtë situatë pa pasur një marrëveshje politike dhe gatishmëri dhe shumicë për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit dhe strukturave të Kuvendit. E pastaj, pasi të konstituohet Kuvendi, ai Kuvend mund ta shpërbëj vetveten me 2/3. Përsëri duhet marrëveshje palëve që të kenë 2/3 në Kuvend, pra 2 marrëveshje. E pastaj të shkohet në zgjedhje. Pra kemi edhe 2 pengesa për shkohet, nuk mund të shkohet në zgjedhje. Ne jemi në pozicion të një pat pozicionin, po të shprehemi me zhargonin e shahut, ku nuk mund të shkohet as andaj as këndej. Prandaj janë këto pengesa teknike që ja vënë njëri tjetrit tashmë me këtë komisionin teknik. Tashmë nuk po votohet faktikisht për kandidatin e një subjekt politik. Pra nuk po rrjedhimisht dhe realisht dhe kuptimisht seanca e Kuvendit konstituim nuk po vazhdon. Ajo po stagnon. Dhe kjo nuk është para pa që kështu të ndodhë. Është para pa që në çdo 48 orë bën përpjekje për ta zgjedhur atë, nëse eventualisht ka vështirësi. Këto vështirësi janë shumëta, pengesat janë shumëta një ndaj njëri tjetrit, ndërkohë që asnjë hap përpara nuk mund të bëhet. Pra asnjë zgjedhje nuk mund të shkohet pa pasur të kaluar këto bariera dhe këto kushte që themi në aspektin e konstituimit të Kuvendit dhe të një marrëveshje politike e cila do ta çonte vendin me 2/3 e Kuvendit në zgjedhjet e parakohshme. Kur po flasim për përpjekjet, profesor, gjatë ditës së djeshme LDK-ja ka paraqitur 15 pikat për qeverinë e tranzicionit. Si pat fillimisht ato pika, e pastaj të flasim se si partitë e tjera realisht nuk po pranojnë të hynë në këtë qeveri. Po ato 15 pika, ai propozim për mua është bazament i mirë, për arsye se
krijon mundësinë e daljes nga kriza. Se në këtë mënyrë e shpjegova edhe unë, edhe realiteti po na tregon për çdo ditë. Ata që kuptojnë, dhe që duhen të kuptojnë, se kështu partitë politike duhet ta bëjnë këtë. Nuk po e kuptojnë ose s'po duhen ta kuptojnë për inat njëri tjetrit, dhe po bëjnë një betejë, do të thosha unë, imagjinative dhe të pandershme, madje edhe të turpshme, dhe tragjikomike në relacion me mos respekt ndaj votuesve të tyre, pafundësisht. Pra, po është propozimi mirë, fundit rezultati zgjedhor ka imponuar, porosia e votuesit ka qenë e tillë që asnjëri prej këtyre subjekte politike që kanë fituar vende në parlament nuk ja ka dhënë mundësinë që ta bëjë vetë qeverinë. S'ka pas besim. Dhe me që është ashtu, ju ka dhënë porosi që të bëhen bashkë. Pra që një propozim i tillë, ndonë se edhe ne, bota akademike, prej fillimit, me njerë pas zgjedhjeve kemi thënë, madje rezultateve preliminare, kemi thënë që ky rezultat imponon një qeveri të unitetit kombëtar, gjithë përfshirëse, ne kemi thënë gjitha subjekte parlamentare. Të gjitha subjekte parlamentare, në mënyrë që të dalim nga kjo krizë, për arsye se kemi edhe sfida tjera dhe të jetë më e qëndrueshme. Për arsye të zgjedhjeve lokale, për arsye të zgjedhjes së presidentit vitin e ardhshëm dhe për arsye të dinamikave jashtëzakonisht emergjente që kemi në përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive si shtet, në planin e brendshëm dhe në planin jashtëm. Keni parasysh, ju lutem, janë mbi 9 marrëveshje ndërkombëtare me qindra miliona vlerë që nuk janë miratuar inatësisht nga legjislatura e kaluar, nga ish opozita e kaluar. Kemi planin e rritjes të Bashkimit Evropian që është dikon 880 milion e duhet domosdoshmërisht të ketë një qeveri në mandat dhe të ketë një kontratë për atë punë. Kemi plot kontrata, oferta, projekte të cilat do duhet bërë, po edhe detyra tjera të bashkisë ndërkombëtare, të cilat s'po na pyet, shefni edhe në detyrë, po të imponon, sa siç dash të pranojnë. Po këta pranojnë çdo gjë, edhe ata para këtyre dhe këta pas tyre, që edhe në jashtë mandatit, pra në detyrë të marrin detyra që nuk ju takojnë. Po flas për negociatat me Beogradin. Dhe kështu që po ky propozim është i mirë së ardhur, duhet detalizuar, është e paarsyeshme ajo që me një reagojnë përfaqësuesit e një subjekti politik pa analizuar në organet e tyre, kush i ka autorizuar ata individ, cili do subjekt ata që kundërshtuan sot, thonë jo nuk bën kjo s'është kjo, ku pe dinë ata që s'është. Cila që kanë zgjidhje? Ata nuk kanë zgjidhje, ju lutem, ata s'kanë zgjidhje, ata janë të paaftë. Edhe këta tjerë janë të paaftë ose inatçor, dy palët. Me që nuk kanë zgjidhje, ky propozim është shumë i arsyeshëm, sepse nuk po kërkon përfaqësuesi i LDK-s që ai të bëhet kryeminist. Ka heq dorë, po thotë, po heqim dorë të gjithë dhe po zgjedhim dikën me marrëveshje që është konsensual i pajtueshëm për gjithë që të jetë edhe në qeveri edhe, domethënë kabineti i qeverisës, edhe kryeministër dhe ta tejkalojmë këtë krizë, të kryjmë detyrat deri në zgjedhjen e presidentit me një afat caktuar, marrëveshtor. Dhe natyrisht ato 15 pika do duhet përpunoheshin, do të ketë edhe pika tjera, mendoj unë, që janë urgjente dhe emergjente dhe vitale që të trajtohen këtë afat, dhe pse jo të kalohet ky ngërç politik. Po, profesor, me qenë se e përmende edhe bisedimet me Serbinë, apo thoni se është gabim shkuarja e Besnik Bislimit në takimin që është thirrur nga Peter Sorensen? Patjetër që po, nuk ka me Serbinë. Fillimisht, jo vetëm tash po dhe kur të bëhet qeveria me mandat, me Serbinë nuk duhet biseduar para se Serbia t'i dërgoj kriminalët të cilët veti ka ushqyer, veti ka financuar, veti ka yshtur, veti ka paguar, që janë fakt element dhe instrument i shtetit Serbisë në agresionin që ka bërë. Fani, ndaj Kosovës. Dhe Evropa me gjysmë zëria ka kërkuar, Evropa nuk e ka denuar agresionin e Serbisë në Banjsk, dhe çka lypin Beograd këta? Beogradi deklaron zëshëm, edhe në Bruksel, në gojë, në sy, në faqe, ja u gjumë për fytyrë letrat zona ish premiere që ishte ajo Bernabić, atyre zyrtarëve më të lartë europianë se nuk i pranojnë marrëveshjet, as Brukselit, as aneksionorit, e këta çka lypin atje? Çka lyp atje? Çfarë dialogu është? Dialogu aq më tepër nuk duhet pranuar edhe për shkak të Evropës së tanishme, pra institucioneve të reja të cilat po vazhdojnë me politikën miope, pa rezultate, të dëmshme për vetë Europën, po sidomos për ne për Kosovën, që po vazhdojnë politikën boreliane dhe politikën lajçakiane. Edhe zona Kallas, edhe ky zotriu Ros Sorensen
thjesht po vazhdojnë me çështje të cilat nuk duhet diskutuar. Serbia për më tepër po kërkon atë që do duhet ne ta kërkonim, riformatizimin e procesit dialogut dhe kryen e detyra nga Serbia, dhe heqjen e sankcioneve. Dhe asnjë kërkesë tjetër ndaj Kosovës. Çka kanë ata të kërkojnë tani? Vazhdimisht neve nuk na njeh Bashkimi Evropian, si tërësi, sepse 5 shtetet na njohin, tërkaq kërkojnë këndej sikur të ishim ne koloni e tyre, por ne nuk jemi koloni. Këta nuk duhet sillen, nuk guxojnë sillen këta. Zotërit tanë që hera herë sillen ashtu edhe ata dhe këta jo dum, jo s'dum, dialog, jo negociata pa negociata, e bëjnë tamam çka i thot Evropa, e që është ndamin tonë. Nuk ka dialog pa u trajtuar si parë e barabartë. Një e dyta duhet në baza të reja, Zonja Kallas ka ndryshuar, nuk është më ajo që ishte para se ta merrte mandatin, do ta riformatizonte ajo vetë, në nivelin më të lartë organizonte dhe në tjetër format dhe me tjera parime, pra parime do duhet ishin njoja reciproke de jure dhe de facto e Kosovës nga Serbia dhe atëherë mund bisedojmë. Jo kështu në këtë mënyrë, sepse kjo nuk qënë kërkun as ma tepër. Më thani aj Delej Petković atje dhe këtë thotë pse aj tash dela në kohë, qanë sigur fëmiu kur nana e qërton. Thotë aj nuk u marën vesh kështu, u marën vesh, aj doli e tha pa vërteta. Po ti pse po shkon atje? Pse po shkon? Si të shkosh kur neve në kanë sulmuar agresion shtetëror ka qenë? Kur Evropa s'ka reaguar, kur Evropa në ka vu sankcione dhe nuk po i heq, kur Evropa vetëm kërkon nga ne e toleron çdo gjë nga Serbia, nuk ka dialog. Dialogu është i vdekur. Në këto baza duhet të rifillohet, riformatizohet dhe atëherë të shohim çfarë kushtet. Kushtet barabarta, si palë, si shteti barabart, si palë e barabart me Serbinë. Serbinë e trajtojnë si shtet atje, pavarur neve na trajtojnë si asgjë. Se mendon se Evropa është treguar tolerante, ndoshta sepse vazhdimisht ka politikat evropiane janë politika diskriminuese ndaj Kosovës, ndaj shqiptarëve. Kjo është. Ma thjesht, për ndryshe, vazhdimisht Europa edhe ndaj Ballkanit, përgjithsisht, përveç Serbisë që e favorizon edhe për gdhel, për kundër destruksionit që ajo haptaze ban kundër Europës, për kundër faktit që deklarohet që nuk donë në Europë, deklarohet që nuk donë në NATO, bitë 80% popullsisë Serbisë deklarohen që nuk duan Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian për Serbisë është asgjë se që 3 vjet nuk e ka pas një kapitull, do të thotë s'është interesuar. Në NATO s'është interesuar. Këta e lusin, ajo nuk don. Pra është për gdhelur. Ndërkohë që është me Rusinë dhe me Kinën. E këta nuk ndërmarrin asgjë, ndërmarrin ndaj nesh sankcione. Po ku keni pa, po çfarë politike? Pra Evropa është në krizë. Bashkimi Evropian është mes dy rreziqeve serioze, ekstremit të djathtë dhe të majtë, i cili tani në institucione ka ndikim dhe prandaj po vazhdojnë politikat e vjetra të Evropës, e cila nuk është e drejtë, as nuk është korrekte me palët në këtë rast me Kosovën. Po. Ndërkohë t'i kthehemi edhe një herë partive politike nga seanca e sotme, pasi përfundoi kjo seancë, sigurisht dolën me deklarimet e tyre, megjithatë pati edhe mendime të partive të tjera, të cilat thanë se nëse lëvizja vetëvendosje, e cila po e kundërshton këtë idenë e LDK-s, nëse lëvizja vetëvendosje nuk hyn në këtë qeveri gjithëpërfshirëse, atëherë nuk do të hyjë asnjë. A do të mund të bëj pa vetëvendosjen kjo? Po nuk mund të bëhat, nëse ka mirëkuptim. Këta të PDK-s kanë reaguar në mënyrë të matur, alianca po ashtu, nisma po ashtu, mund të bëhet një qeveri, por fatkeqësisht as këta nuk janë unik, dhe keni pa në tekst tash që dëgjuam, të 3 palë thonë, po si fillim, po vesh duhet me analizua, çka duhet analizosh? Çka do të kërkosh ti? Nuk ke fuqi politike. Dikush i ka 3, dikush i ka 7, 6, dikush i ka 19, s'kan fuqi politike. Por nëse bëjnë shumicën, po mirë, po me gjithate, për këte ka një rend. Rendi kushtetues është që të bëhet fillimisht konstituimi i kuvendit, pastaj fillon afati kushtetues për formimin e qeverisë. Duhet mandatin ta kërkoj, ai që ka numrat, në këtë rast partia fituese me koalicionin e saj. Po edhe nëse do ta bënin profesor, si do ta kalonin pastaj kryetarin e kuvendit, kur edhe nëse PDK-ja nuk hyn në këtë koalicion, prap i takon të propozoj kryetarin e kuvendit? Po pikrisht për atë po them, në qoftë se nuk pajtohen të gjithë, po me këto rezerva këta, nëse nuk duhet besoj që vetëvendosja është aq iracionale, udhëheqja e saj dhe udhëheqja e saj, që të mos i kuptoj këto porosi. Këto porosi nuk janë vetëm të LDK-s, keni parasysh, janë pozitive, nuk duhet mohuar, duhet përshëndetur.
janë interes të Kosovës. Megjithëse ato qëndrimet e mëparshme nuk kishin interes të Kosovës, as me ju as me ata. Është në rregull ajo, se ti ke marrë detyrë, ke marrë mandat prej popullit me ata 19 deputet, 20 deputet që të bësh kuvendin, të bësh qeverinë dhe të jepsh kontribut të shtetit. Po megjithatë, ama tash është kjo iniciativë. Unë nuk mendoj që vetëvendosja është aq irracionale sa të mos pranoj një formë të bashkëpunimit një marrëveshje politike e cila ndërton godin, shtëpinë. Pra, pa marrë parasysh deklarimet e ndonjë individi aty, të këtyra aktivistëve, ose edhe deputetëve, ata nuk kanë fuqi politike, fuqinë politike dhe vendimarrjen politike kanë organet e partisë, dhe ato do duhet të analizonin mirë, mendoj unë, të gjitha partitë këtet, mos e zgjasin pakufisisht dimën e mi tjerë deri në kputjet perin. Dhe presin se do e bëjnë një gjë të tillë? Të analizojnë, shumë vështirë është, duke parë disponimin aktualisht, nuk duket se... Duke parë këtë që shpjeguam deri më tash, se çfarë po bëjnë këta. Do të thënë s'merren vesh para asgjë, asnjëri s'shon pe. Vështirë është, po e pamundur s'është. Megjithatë, është momenti i fundit ndoshta kur duhet kuptuar. Prandaj po them duhet reflektoj, edhe vetëvendosja, sidomos vetëvendosja, se është shumica pa te nuk munden këta me bë. Sepse s'po munden as tash ta bëjnë ata, po ta bënin shumicës, do ta bënë edhe qeverinë e Pakicës, që është ma lehtë. Po asa të s'po munden. Po dhe si kur ta bëjmë, pasaj do të kenë sigurisht vështërsi në zgjedhjen e presidentit. Patjetër do të kenë vështërsi, po jo, sepse ju duhen votat e vetëvendosjes. E kanë gërqe. Ata nuk munden ta zgjedhin kryetarin e kuvendit, sepse nuk e kanë atë drejtë. Është drejtë shkelje kushtetutës. Ata nuk guxojnë ta bëjnë këtë. Prandaj po them, mirëkuptimi të gjitha partive, pajtimi të gjitha me këtë formë, ose të modifikuar këtë propozim, me propozimin e disa tjerëve, bashkë, më thonë disa çështje tjera, që thash duhet t'i fusin në pako, atëherë mundet pajtohen për kryetarin, pajtohen për nënkryetaret, shkojnë qeveri, zgjedhin qeverinë dhe shkojnë puna. Pra pa pëlqimin e të gjithëve. Nuk mund të bëhet. Megjithatë, zoti Limaj, pothuajse në secilin prononcim të tij para se ty në seancën e kuvendit, po thotë se jemi afër një marrëveshje politike, do të ketë një marrëveshje politike, shumë shpejt do të arrihet kjo marrëveshje, do të konstituohet kuvendi, institucionet fillojnë të funksionalizohen, megjithatë nuk po duket asgjë në praktik ato se çka po thuhen. Është vërtet, keni drejt, nga ajo që po thuhet dhe nga ajo që po ndodh, ka një distancë të madhe. Po. Dhe po lënë përshtypje në opinion publik që dikush po don më shumë pushtetin se sa marrëveshjen. Ndërkohë që plot gojën e kanë marrëveshje, plot gojën e kanë interes shtetëror institucional. Pra, dikush don aty të ketë më tepër pushtet. Unë mendoj që atë pakon, konkretisht flasim për zotin Limaj dhe partinë e tij. Atë pakon ligjore që ai po e kërkon, që po e çon pakon ligjore, s'është pakon ligjore, ajo. Mund ta bëjmë me një marrëveshje të brendshme që mund të zbatohet mandej, pra në praktik edhe për reforma zgjedhore. Reforma zgjedhore s'është ajo, po një çështje e pragut, në rregull është. Mund të merren vesh ata që me vetëvendosjen që ky të mos jetë kryetari i kuvendit, ta votoj kryetarin e kuvendit, ta votoj qeverinë, por të realizohen ato kërkesa heshtazi, ti merr përsipër vetëvendosja një marrëveshje interne, por e ndershme, jo të merren vesh të mos realizojnë dhe të realizohen ato kërkesa të nismës që nuk janë të paarsyeshme, janë të arsyeshme. Ato që janë të arsyeshme dhe të shkohet përpara, po vetë fakti që këndej thonë, po pakon në ta bëna i pakon kuvend, nësë po du qeveri. Po e mandej në fakt nuk po e voton kuvendin, nëse mund mos e votoj as qeveri. Çka do thotë kjo? Do të thotë që dikush më tepër ka, themi, pleonazme në gramatike, në gjuhë, thuhet ajo, përsëritje gjërave pa nevojë, anglezi thonë redundancy dhe fjalë e në fakt premtime, por jo dhe realizim të atyre që thuhen disa herë. Do duhej, jo vetëm ai, të gjithë liderët politik të jenë më konsistent nga ajo që thonë dhe ta bëjnë, nga ajo që premtojnë dhe ta realizojnë. U marrën vesh me bisedum 2 orë gjys, nuk u marrën vesh, nuk e nënshkruan fare marrëveshje. Çfarë është kjo? Kjo është jo serioze. Pra do duhet të ishin më të këmbgulshëm, më serioz, më dashamirës ndaj institucioneve, ma të përgjegjshëm ndaj votës që kanë marrë cilës do votë, sa do që ka marrë se cili subjekt ndaj votuesit. Këtë nuk po e shohim sa duket
si duket sa duhet. Po, ndërkohë shohim që partitë politike vetë se po drejtohen ka zgjedhjet edhe ato lokale, por kanë edhe disponim për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme dhe njëherë. A mendon që do të shkojmë drejt asaj, profesor? Po, unë ju thash që nuk mund të ketë zgjedhje. Megjithatë mund të dakordohen për ta konstituuar e pastaj për ta shpërbërë kuvendin. Për shkuar të gjithë në zgjedhje, sepse kemi parë deri tani që edhe lëvizja vetëvendosje ka propozuar që të shkohet në zgjedhje. Ta munden shumë lehtë të merren vesh, hiç pa u marrë vesh, ta votojnë për shembull ta mas pari vetëvendosja të heqë dorë nga kjo kërkesa e Komisionit Teknik që në fakt e përjashton mundësinë e votimit për kandidatën e tyre. Të heqë dorën nga i kandidat ose ajo në i tjetër. A mendon që gjykata kushtetuese... Edhe këta më falë të opozitës do duhet që të votonin, 4 vota i duhen, vetëm këja mjafton për ma shumë se 4 i ka, po s'po bëjnë asë njëra, ata janë betonizuar, janë balsamos, do të thosha me një fjallor ma kozmetik, ma të but, ma respektus, ndaj gjithve se unë me vërtet i respektoj kur bëjnë mirë, kur s'bëjnë mirë, vjen keq, por se respektoj as vetë vetën e qërtoj kur nuk bëjt diçka mirë, nëse nuk bëjt mirë. Prandaj, nuk duhen, ata në këto pozicione nuk mund të ketë zgjedhjet parakoshme. Kurse si, duhet pra të ketë mirë kuptim pa tjetër për një marrëveshje politike për kryetarët kuvendit dhe nën kryetar madje. Se këta blokada tjetër nga vetëvendosja mund të bëhet të nën kryetarët. Nuk ja voton nën kryetarët. Si kanë shumicën. Po, ndërkohë, profesor, tash kur po presim edhe vendimin e gjykatës kushtetuese, nëse nga ta ipet si vendim që nuk bën të shkohet me votim të fshehtë pas një votimi të hapur që ka ndodhur, a mendon që do të ketë zbrapsje nga lëvizja vetëvendosje? Jo, vazhdon odisejada më pashme, të cilën e kemi pa. Tash me këtë komision kështu teknik, këtë barierë që është vu, me qëllim pa qëllim është çështje e tyre, kemi një 20 herë shtyrje. A ma herët kishim edhe do tjera shtyrje. Vazhdojnë në disejada përsëri. Përsëri këta se votojnë ose votojnë kundër. Si që kanë bë. Edhe qka kemi arritë? Asgjë. Pra, pa një marrëveshje politike, madje edhe me vendimin e gjykatës kushtetuese, i cili ka të bëjë me çështje teknike, ata kanë bë pyetje, a kanë drejt këta të gjysmë të procesit, të seancës konstituive, të një seance, me ndru mënyrën e votimit, me kushte, apo jo, kjo është pika kryesore. Po, me gjitha të, Zotër Baraliu, duke parë se gjithë përfaqësuesit e subjekteve politike po kërkojnë zgjedhje, çfarë rezultati mund të prodhojnë zgjedhjet më ndryshe? Jo, nuk e kanë në gjithë mend. Kur fa rezultati së prodhojnë? Sepse ne sa po kishim zgjedhje. Kur fa rezultati bumerang, do t'jetë zhgënjim për të gjithë, do të mund të ketë pa dyshim, nga përvoja ime 55 vjeçare, pas mbarimit të fakultetit, në këto çështje, thot fatkeqësisht që është taktik dhe strategji e gabuar, sepse jotëm që atyre susjedh dobi, po dam, e dalje bojkotuse, me përqindje ma të vogël që faktikisht humb legalitetin, edhe legitimitetin, legalitetin edhe mund të kenë në një mas edhe me 20% për shembull dalje, po legitimitet s'ka. Çfarë qeverie do të kemi nëse dikush dalin 20% votuesve në ato zgjedhjet e jashtëzakonshme, e fiton shumicën e 20%-shit. A s'është çfarë vendime mund të marrë, çfarë legaliteti, çfarë legitimiteti ka e qeverisë? Legitimitet zero. Legalitet minimal. Pra nuk është zgjidhje dhe do të jetë bumerang për të gjithë, e shpenzime, e humbje kohe e të gjitha. Ndërkohë, profesor, po mësot edhe disa prej deputetëve që vetë se kishin bojkotuar seancën e thirrur, ka pasur të tillë që vetë se kanë paralajmëruar që do ta bojkotojnë, por në anën tjetër nuk marrin pjesë në për seanca dhe angazhojnë asistent. Si keni pa këtë? Asistent... Janë 74 asistent që tashmë janë angazhuar nga deputetët që me të drejtë ligjore kanë të drejtë të kenë tashmë asistent, por a duhet bëhet në këtë kohë kur kuvendi nuk është konstituuar dhe nuk është se bëhet ndonjë punë aty? Pas konstituimit të kuvendit dhe pas fillimit aktiv të punës në legjislaturë, do të thënë, në legjislaturën e nëntë, të deputetëve të cilët fillojnë aktivisht merren me trajtimin e ligjeve dhe punëve tjera në për komisione dhe seanca plenare, tek atëherë duhet dhe në ata. Po këta tash a shifni që edhe aty e shfrytëzojnë me pagat e tyre, i marrin pagat. Aty tash e shfrytëzojnë edhe ata i angazhojnë njerëzit e vet,
dhe aty është një pagë e mirë për secilin, dhe aty është një punësim për secilin deputet të dikujt. Sigurisht nuk marrin mua, kanë marrë dikën tjetër, as kanë nevoja se pranoj as më shkute gjithkush, po jo, nuk kanë drejt, kanë vetëm kur konstituohet kuvendi. Po ata po bëjnë edhe shkeljet shumëta pa përgjegjësi, prandaj po them edhe deputetët nëse fillojnë ta bojkotojnë kështu, si mund thot dikush aty sikur tash që dëgjuam thënë nuk jemi edhe në kriza shtellë. Nëse edhe kjo ndodh, nuk shkojnë aty, ajo është bllokim, ajo faktikisht mos funksionim i organit kryesor të vendit kuvendit. Dje dhe u pardjen, dhe u paralajmërua. Nëse nuk gaboj, deputeti Haradinaj tha se më nuk e shet arsyeshme të vinë në seanca të kuvendit. Po edhe s'po vjen, herë shkon atje viziton njerëz të vet me të drejtë. Po, por sot nga gjitha seancat që janë bajë deri më tani, sot pati ose paku deputet. Kjo është shej që jemi në krizë thellë, unë po ju them me keqardhje, po apeloj që të mos vazhdojnë kështu, po çuditem, vjen keq, është thjesht lament, është ankesa ime zërin den qielli, qytetarë për çdo minutë ndalin në rrugë. Si është e mundur të jenë kaq indiferent, kaq të pandishëm, kaq të papërgjegjshëm, kaq mos respektues ndaj votuesve të tyre, e të sillen në këtë mënyrë. Sikur po kanë të bëjnë me zgjedhjen e një kryetari të shoqatës plumbave. Jo, është kuvendi, është organi më i lartë i shtetit, përfaqësues, është shteti në pyetje. Edhe ata po sillen me këtë nonshalancë. Kjo është e pafalshme. Unë nuk di si është e mundur ata njerëz, të gjithë çdo deputet dhe deputete, se të mos flasin për partitë politike dhe liderët e tyre që e kanë dorë çështjen. Prandaj po them propozimi i Lidhjes Demokratike është një propozim i mirë, mbase është në momentin e duhur të fundit se jemi në krizë thellë. Te po më vjen keq që s'po e kuptojnë ata, se s'po duan ta kuptojnë. Thonë jo, jemi në krizë thellë. E kur mund të bashkarisht me një arsye të shëndosh, racio të shëndosh, thot shkenca, merren vesh dhe e bëjnë një zgjidhje dhe i konstituojnë organet dhe formojnë qeverinë. Po zotër Baraliu, nëse ndalim edhe e shohim, po i përmend qytetarët, në fakt edhe me drejt thosë se shpesh herë munden me të ndalim, me të pyet, me të marrni mendim diçka tjetër, lidhur për situatën. Si e vlerëson ose si e konsideron angazhimin e qytetarëve, ndoshta patëm avokatin Koci, i cili tentoi të marrë iniciativë, bëri ftesë qytetarëve të bashkohen në mënyrë që të reagojnë edhe qytetarët, si e vlerësoni ndoshta deri diku pasivizimin e tyre, nuk është se kanë bërë shumë këtë aspekt. Jo, nuk kanë bërë, nuk është për t'u lavduar, nuk jam unaj që i ftoj ose i motivoj për dalur, sepse secili ka vetdijen, arsyen dhe ndërgjegjen e vet. Sepse realisht janë shumë, 31 seanca, cilat transmetohen çdo ditë dhe i shohin edhe qytetarët. Qytetarët tanë kanë jetuar 2400 vjet në robëri. Këta qytetarë, pararësit e tyre, me vujtje, me terror, me gjenocide, 4 gjenocide tjera, dhe janë hallet e tyre dhe ekonomike. Fatkeqësisht, qeveri pas qeverie ata kanë në rënje standardit. Këto 4-5 vitet e fundit ka rënje drastike dhe për shkaqe të themi globaliste, problemeve globale, po edhe për shkaqe të konjunkturave dhe politikave jo adekuate që ka pasur ndaj bizneset, ndaj qytetarit, edhe kjo qeveri. Pra, ata kanë hallet e tyre, ata ju besojnë, disa ju besojnë pa kusht këtyre liderëve të tyre, prandaj dhe i kanë votua, të tjerët janë indiferent, të tjerët janë të zhgënjur, nuk dojnë asë në zgjedhje dalin, ata thonë haptazi, më thonë nuk dalin më në zgjedhje, pa numër njerëz më thonë mua për çdo ditë nuk do dalin në zgjedhje të asnjëri, sepse janë të gjithë njëjtë dhe janë të gjithë për buzje, jo për përkrahje dhe respekt. Kështu po thonë ata, nuk po them unë. Por prandaj është kjo gjendje dhe edhe ndoshta është çështje e dikush i besimit, i beson atyre njerëzve që e kanë mirë, dikush çështje militantisë thotë këta janë fajtor, nuk jemi ne. Edhe dikush tjetër thjesht nuk ka vedije, nuk kemi edhe vedije të saktuar, se me pasin vedije qytetare të lartë, do të ishim organizuar, do të kishim dalë atje për shembull me qindra mira dhe kishim thënë, jo një njeri dalë aty e ta shantazhojnë ata, po të dalim me qindra mira dhe të thonë lutem mos deni pa kry këtë punë. Kjo është zotri Baraliu. Profesor, të falenderojmë shumë që ishe sot me ne. Faleminderit juve për ftesën. Faleminderit. Ndërkohë